angazhohet të rrisë me 18% fitimin e tatueshëm krahasuar me vitin e kaluar dhe çdo fitim mbi këtë nivel do të tatohet me vetëm 5%. Kjo është një marrëveshje e re, një marrëveshje kuptim plot dhe një marrëveshje transparente në funksion të fuqizimit të ekonomisë dhe pa diskutim edhe në funksion të lehtësimit të kompanive e të rritjes së mëtejshme të ekonomisë. Më tutje, duhet them se në ndërkohë buxheti bën edhe një rritje tjetër, domethënëse të pagave, pasi rritja e pagës minimale nuk është vetëm një rritje e pagës minimale në vetvete, por është edhe një shtytje nga poshtë lart për të rritur pagat më sipër. Dhe faktikisht duhet kujtuar se e filluam me përjashtim nga tatimi mbi pagën i atyre që kishin pagë minimale 300 euro. E vazhduam më pas me ata që pagën minimale e morën 400 euro dhe sot do ta vazhdojmë me ata që pagën e kanë 500 euro, që përbëjnë rreth 35% të tatim të punësuarve. Paga minimale në Shqipëri, kur ne morëm detyrën, ishte vetëm 157 euro. Ajo sot shkon në 500 euro dhe në ndërkohë duhet ta mbajmë mirë parasysh se pesha e të punësuarve me pagë minimale në tregun e punës ka rënë nga 60% në 14%, gjë që tregon një rritje të vazhdueshme drejt pagave më të larta. Ne kemi dyfishuar pagën mesatare në sektorin privat, e cila sot është shumë më e lartë se ç'ishte, dhe e kemi çuar pagën mesatare në sektorin publik në 1.000 euro, ndërkohë që paga mesatare e përgjithshme është 840 euro. Për herë të parë do të fusim edhe indeksimin periodik të pagës çdo 2 vjet për administratën publike, në mënyrë që të vazhdojmë të fuqizojmë familjet dhe të mbështesim rritjen e standardeve të jetesës. Gjithashtu kemi parashikuar përsëri për herë të parë dhe rritje diferencuara pagash për të mbështetur më shumë punonjësit me paga më të ulta dhe për të siguruar një shpërndarje më të drejtë të kompensimit të gjithë administratës. Kështu si më poshtë 10.600 punonjës shërbimi, sanitare, shofer, teknik, aktivist, arkivist, magazinier, protokollist, do të përfitojnë nga rritja e pagës minimale me 10.000 lekë të reja në muaj. Specialistët e administratës publike do të përfitojnë 5.000 lekë të reja në muaj. Mësuesit do të përfitojnë 3.000 lekë të reja në muaj dhe në shëndetësi për herë të parë, përveç indeksimit vjetor, do të fillojë dhe llogaritja e vjetërsisë në punë, gjë që pagën e mjekut përgjithshëm për shembull do ta çojë nga 131.700 lekë në 143.500 lekë, ndërsa pagën e infermierëve do ta çojë nga 87.000 lekë në 92.500 lekë. Të njëjtën gjë, përveç indeksimit me rritjen për vjetërsinë në punë do të bëjmë dhe për punonjësit e policisë shtetit, që për gradat më të ulta do të kenë një rritje mesatare prej 5.000 lekësh të reja në muaj, dhe pastaj, sipas vjetërsisë në punë, për inspektorët nga 18.500, paga do të shkojë në 84.500, ndërsa shtesa do të shkojë në 100.000 lekë. Nën komisarët 95.500 do të shkojnë në 100.000 lekë, me shtesa do të shkojnë në 116.000 lekë. Komisarët
sot janë 105.000 dhe në total do të shkojnë në 125.000, drejtuesit e thjesht sot janë 130.000, do të shkojnë në 156.540 lek të reja pagë. Kostoja totale e këtyre masave, për sa i përket administratës, është 100 milion euro. Dhe më tutje, dua të theksoj edhe diçka tjetër, sepse flitet për taksa e flitet për barë fiskale, e thash për sa i përket biznesit vogël. Por, dua të shtoj dhe se tek biznesi i madh krejt ndryshe nga çfarë thuhet dhe propagandohet, ne jemi vendi që ata që fitojnë më shumë i takson më shumë. Të gjithë vendet e tjera të rajonit, biznesin e madh e taksojnë më pak se sa Shqipëria. Ndërkohë që pikërisht pse nga njëra anë taksojnë më shumë ata që fitojnë më shumë, nga ana tjetër taksojnë më pak se të gjitha vendet e rajonit ata që fitojnë më pak. Pra, biznesin e vogël. Nga ana tjetër, dua të them diçka që është shumë e rëndësishme sepse ka pasur shumë lloj fjalësh në eterin e rrjeteve sociale edhe në tribunat e propagandës kundër gjithë këtyre masave. Është thënë që po do të rriten pensionet, do të rriten pagat, po do të rriten edhe kontributet. E vërteta është që normat e kontributive që aplikon Shqipëria janë më të ulta se sa vendet e rajonit, por ne nuk do të bëjmë asnjë rritje të kontributeve në këtë fazë. Kështu që të gjithë duhet ta dinë se gjithçka që do të rrisim në buxhetin familjar për pensionistët, për punonjësit administratës dhe gjithçka do të rritet në buxhetin familjar dhe të punonjësve në sektorin publik si rezultat i rritjes pagës minimale, është vetëm rezultat i rritjes së ekonomisë. Nuk dua të marr shumë kohë, edhe pse do më pëlqente të vazhdoja gjatë me këtë pamje ekskluzive që kam këtu. Jo më pëlqen, por më frymëzon shumë. Më frymëzon shumë. Dhe kështu me faqe për muri ju pafsha shumë e faqen për muri ju pafsha gjithmonë vetëm me shëndet, aman, se na duhen i gjallë. Për sigurinë, drejtësinë dhe rendin kemi një buxhet masiv. Natyrisht është një buxhet që diktohet nga detyrimet tona të patjetërshme në dy drejtime. Detyrimi në raport me antarësimin tonë në NATO dhe detyrimi në raport me drejtësinë e pavarësinë e cilës e garanton vetëm Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe kështu në buxhetin që do të miratojmë kemi një rritje domethënëse të mbështetjes qoftë për mbrojtjen, qoftë për drejtësinë. Nuk dua të marr kohën e kolegëve të tjerë ministra që do të flasin më drejt për drejt për sa i përket aspekteve të përveçme të buxhetit në çdo sektor dhe do të flasin me detaje, por dua të shtoj një element të fundit që është skema e re e kompensimit për fermerët që nuk janë subjekte të TVSH-s. Me këtë kompensim të TVSH-s që do të kryhet drejt për drejt nga administrata tatimore, besoj që do t'i japim një
do të japë një shtytje domethënëse përpara edhe sektorit bujqësisë, duke i mbështetur drejt për drejt fermerët, dhe norma e rimbursimit që kemi vendosur është më konkurruesja në rajon dhe vendoset mbi nivelet 5 deri në 8% të vendeve tjera, duke qenë në nivelin 10%. Duke e mbyllur, dua të siguroj të gjithë ata që na ndjekin që Shqipëria nuk ndalet. Shqipëria nuk ndalet sepse kemi hyrë në një fazë vendimtare. Një fazë vendimtare që dje mori një shtysë të re në Bruksel, ku jo vetëm hapëm të gjithë kapitujt e negociatave, por jemi të çmuar me notat më pozitive. Dhe jemi të çmuar me notat më pozitive pikërisht sepse jo vetëm i kemi qëndruar strikt të gjitha detyrave dhe praktikisht sot jemi në vendin e parë për plotësimin e të gjitha atyre kërkesave të parashikuara nga plani i ri i rritjes, samiti për cilin do të mbahet nesër apo pas nesër këtu në Tiranë, dhe nga ana tjetër jemi të çmuar posaçërisht pikërisht për atë që mallkohemi non-stop nga ata që sot po më fusin në një borxh shumë të madh me këtë pamje spektakolare që po më ofrojnë. Pikërisht për drejtësinë, pikërisht për reformën drejtësi, pikërisht për pavarësinë e drejtësisë, pikërisht për respektin ndaj asaj pavarësie dhe pikërisht për faktin që nëse sot Shqipëria për herë të parë në histori lufton me korrupsionin, nëse sot Shqipëria për herë të parë në histori heton pa dallim, nëse sot Shqipëria për herë të parë në histori ka vendosur në të njëjtin nivel me pushtetin legjislativ dhe pushtetin ekzekutiv edhe flamurin e pavarësisë së pushtetit drejtësisë, kjo jo vetëm është merita ekskluzive e Partisë Socialiste të Shqipërisë, por nga ana tjetër botërisht dihet se Partia Socialiste e Shqipërisë është edhe garantja ekskluzive e asaj pavarësie. Parafytyroni vetëm për një moment se si do ta përplasnin për muri drejtësinë e pavarur ata që për momentin dhe për një kohë të gjatë do vazhdojnë të përplasin vetëm veten. Shumë faleminderit. Thank you.